Në koncertin jubilar për 30 vjetorin e karrierës së Miranda Ashanit, ishin të pranishëm emra të njohur të kulturës, biznesit dhe muzikës shqiptare. Secili prej tyre shfrytëzoi rastin për të uruar Miranda Ashanin, duke ndarë edhe përshtypjet për koncertin e realizuar. Emra si Gili, Lori, Vjolca Luka, Shkurte Feza e të tjerë u bën pjesë e urimeve. Por fillimisht, producente e këtij koncerti, Laura Zhuta, na tregon përshtypjet para dhe pas koncertit. Atëherë, miqë dashur, unë këtu kam një zonjë shumë të bukur, është koka e këtij organizimi. Laura Zhuta është producente dhe organizatore e këtij koncerti. Si shkoi? Në radh parë gëzohem që ti po më merr intervistën. Besoj që do duhet misafirët të pranishëm në sallë të tregojnë se si ka shku, sepse ne kemi qenë në pjesën organizative, kemi bërë të pamundurën për një kohë shumë të gjatë në përgatitje të këtij koncerti. Urojtja kemi arrit. Tani publiku, me sa pyeta unë, thanë të gjithë që ishte super e mrekullueshme. Më trego pak, a pushove pak se të shikoja që shkoi gjitha në rrotull televizionit, edhe andi nga prapa skena, ishte rahat gjithçka? E di si është, pushimi është diçka që kalon edhe harrohet, mbetet një kujtimi mirë dhe kënaqësia. Unë më shumë jam e nderuar se sa e obliguar që jam organizatore dhe producente e këtij koncerti. Ja vleti gjithçka në. Për Mirandën gjithmonë dhe një faleminderim shumë i madh shkon për televizionin 21, i cili tregoi sensin e mirëkuptimit edhe dyrëve të hapuna për artistët e mëdhenj. Kur e mendoj që kanë kaluar 30 vjet nga puna dhe aktiviteti që ka bërë Miranda Ashani, mendoj sikur kanë kaluar vetëm 3 vjet, më sa shpejt kalon koha. Sigurisht që me Mirandën jemi parë në vitet e 90-ta, më afërsisht në atë kohë kur edhe filloi karriera e saj. Miranda filloi që në start një karrierë shumë të mbarë, shumë të mirë, edhe duke i qenë pjesë e pandashme e familjeve, eventeve familjare, koncerteve, edhe për këtë i përgëzoj që sot na takojnë në Shkup, në kryeqendrën shqiptare, që të festoj 30 vjetorin. Ne bashkarisht do të këndojmë një duet me Mirandën, një nga këngët më të bukura qytetare shqiptare, po t'jemi bashkë ne të dy, dhe për këtë edhe unë sigurisht ndjem mirë dhe i privilegjuar që jam i përzgjedhur i këtij eventi. Jam e fat që jam i kesha Miranda Ashanit. I dëshiroj shumë sukses në koncertin e sonetëm. Ajo është ndër perlat e muzikës shqiptare, është interprete mrekullueshme, është njeri i mrekullueshëm, dua të flas diçka për të. Edhe mbi gjitha është artiste perfekte. Jam e fat e përsëris që jam i kesha saj. A keni bashkëpunu ju ndonjëherë në koncerte, në skenë, kështu mendoni këngë? Kem punuar përpara në këngët e përbashkët të vitit të ri. Nuk kam realizuar ndonjë duet, por nuk është vona. Miranda është ide e mirë. Unë tu kam Danin, i cili do na tregoj pak përshtypjet e këtij koncerti për Miranda Ashanin. Mirë se erdhe në Shkup, është një kënaqësi që të kemi këtu. Mirë se u gjeta. Fillimisht Mirandës urime ky 30 vjetor. E di vetë kur e kom bo para 5 vjet dhe 40 vjetorin tem. O konë një kënaqësi, një emocion kështu i veçantë. E sigurisht edhe Miranda ka kësi emocioni sune që e ku pas përpara. Mu ku gjos mje tjetër, veç mi thonë Miranda je konë, çdo herë shkëlqyshme, mrekullueshme, ke shkëlqy çdo herë, e ka një zo briljant, edhe po e përgëzoj, edhe inshallah vazhdon me performu, me këndu që shka këndu çdo herë, bukur e bukur. Koncerti sotëm. Spori, t'ju them të drejtën, po ndina shumë i privilegjum, që sonte kam qenë në mesin e ka shumë njerëzve të respektuar këtu në Shkup. Jam di me të vërtet shumë mirë. Dua të them që është nder për gjithë ne shqiptarët, kudo që jetojmë, pa marrë parasysh në gjitha truet tona, që e kemi një Mirandë. T'ju them të drejtën, është një perlë e vërtet, është një perlë e vërtet, duhet të mburremi gjithë me të. Kështu që ndoshta një nga arsyet pse jam dirë kështu sonte ka qenë pikërisht se Miranda është shumë e veçantë, është një yll të cilin ne mund ta shohim çdo ditë. Edhe unë jam prej këngëtarëve ndoshta më të ri që veç kam derin ta kem një mikje shumë të afërt edhe me të vërtet sonte jam shumë emocionuar
Po paramendoj si mund tjetë edhe Miranda, sinqerisht jam i emocionuar për gjithë suksesin e saj 30 vjeçar. Si kaluat sonte? Një emocion shumë i madh, një kënaqësi shumë e madhe. Sinqerisht e përgëzoj Mirandën shumë edhe e uroj me gjithë zemër për gjithë mbrëmje këtë spektakël që na ka dhuruar sonte, për përzgjedhjen e këngëve, i uroj pra edhe një herë 30 vjetorin edhe 100 vite të tjera sepse e meriton. Ka një zë brillant, është një ndër të preferuarat e mia. Përveç se mi kesh, domethënë e preferoj shumë edhe si këngëtare, si vokal. Kështu që halal, na ka kënaqë, sinqerisht na ka kënaqë. Na ka kthy, po, e kemi shijuar dhe na ka kthy shumë vite mbrapa me këngët e bukura që i kishte përzgjedh. Shumë urime. Ti e shijove si publik ndërsa Vjolca ishte këtu edhe Vjolca ka shkëlqyer për ndryshe, më ka pëlqyer jashtë mase. Si kaluat në skenë të këndosh prapë? Shijova shumë, e shijova krejt koncertin, e si mos ta shijosh me ato këngë të përzgjedhura, të mrekullueshme, që janë perlat e muzikës shqiptare. Jam emocionu disa herë, mas shumë ti jam emocionu kur kam bë duetin së bashku me te, sepse kur e bën, unë kam bashkëpunu me Mirandën, mirë po live, kur kënon, atëherë emocioni është i dyfisht, edhe unë nuk kënaqa për veti, bëse Miranda është lodhur shumë, por ja ka vlejt, sepse ka bën një punë të përkryme. Mua më bëni me emocion dhe për pak e humba në fakt, sepse emocionet janë të tilla sa me gjithate edhe kur del para publikut edhe me umbush me emocion, me vlerësime të mira, njeriu pak a shumë nin veten me siklet të mirë, po them. Ishte kënaqësi, u kënaqëm me këtë mramje të jashtëzakonshme që na dhuroi Miranda dhe unë uroj shumë shëndet dhe shumë sukses Mirandës. Unë Mirandën e kom dëgju shumë edhe si e vogël, sepse kuptohet jam gjenerat që ma e re, edhe vërtet e që më i shumë si një zonjë të skenës shqiptare, edhe është një shembull shumë i mirë për gjithë artistë të ri, edhe për mua, në mënyrë që të ruajmë edhe sjellim muzikë të bukur shqipe. Kështu që për këto e kam shumë gjithë. Koncert të këtill, me vlera të këtilla, me këngë të këtilla dhe me artistë të këtill, në kryeqytetin e Dardanis ka motikon nuk ka pas. Këtë mare, këtë lë, natën gjumi nuk më zë, si një natë, nuk e di si vazhdo, po dy binjake dashurova. Dy binjake dashurova, wow. Jam këtu me Albina dhe Altina Destani, dy nga 3 back vocalistet, se kishim dhe Nitën, si kaluat vajza? Gjithçka shkoi shumë mirë, këngët, shumë mirë. Vokalet, këngët funksionuan, normalisht shumë me këngëtaren Miranda Hashani, gjithçka të shkoj mirë, dihet ajo. Edhe me organizatoren ton Laura Zhuta, gjithçka, Laura Zhuta. A kishit emocion atje nga mbrapa ju? Mbrapa po, derisa nuk hyrëm në skenë, kisha shumë emocion, ama si u futa në skenë, shkoj, asgjë. Kaloj gjitha. Si ishte për ju? Më vjen shumë mirë që ka shkuar mirë, tani një pyetje shumë të rëndësishme për ju. Kush është Albina, kush është Altina? E po tashi, unë jam Altina. Kjo është Albina. Po, unë jam Albina, dihet mo. Vajza shumë faleminderit, suksese. Faleminderit e juve. Nita, ti këndove në skenë bashkë me Mirandën, si ishte për ty? Nuk e di, ndjenjë më të mirë, s'kisha përjetu ndonjëherë, ka qenë hera parë që këndoj kështu edhe me të vërtet jam ndjerë shumë mirë. Ishe emocione, a dridhesh aty? Po, në fillim kam pas shumë, po pastaj kur merret Miranda edhe u qetësoj. A i kishe menduar se ndonjëherë do dilje në skenë me Mirandën? Jo, asnjëherë. Nuk më kishte shku, jo. Ja kalove mirë si përfundim? Tepër mirë, e kam shiu koncertin përgjithësi, jam kënaq shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Dini gjë, ju miqtë dashur, që motrat e Miranda Hashanit ngjajnë sikur me qenë binjake me njëra tjetrën, janë kështu të gjitha pak a shumë njëjtë me njëra tjetrën. Jam këtu me 3 motrat e Miranda Hashanit. Kush është më e madhe? Pak më sqaroni. Unë jam Teuta më e madhja, po. Si u ndjet sot në koncert? Shumë mirë, ishte kënaqësi. A u kënaqet, e shijuat? Kënaqem, ishte gjë e përkryer. Juve si kaluat në koncert son? Shumë ishte një koncert i mrekullueshëm. Shumë bukur. Pa koment. Normalisht tani normal mburemi që kemi Mirandën motor. Motrat do thonë fjalë më të mira, normal. Tani motra juaj feston 30 vite karrierë, po unë do pyes pak për prapaskenat, si janë marrëdhëniet mes motrash. Kush është zënë më tepër me Mirandën? Asnjëra
Asnjëra, jo, nuk ziremi. Teuta është më e madhe, Teuta përgjigjet për gjitha këtë që asnjëherë. Ti i ke dhënë ato urdhrat aty? No, nuk i kemi dhënë asnjëra, i kemi ndëgjuar njëra tjetrën, mund të them atë. Kush e këshillon më tepër? Miranda? Të gjitha. Të gjitha. Për ndryshe Teuta na ka ardhur prej Amerikës, special për 30 vjetorin e motrës. Dhe me thënë, ja... Enkas për motrën. Çfarë do i thoje motrës kështu nga ekrani, se kështu nga prapaskena ja tha e gjitha? Motrës i dëshiroj suksese edhe më të mëdha, të më të tjeshme, dhe çdo gjë të mirë. Ne bashkan gjitemi te kurimi juaj, unë s'po ju ngacmoj më, faleminderit shumë edhe suksese edhe më të mirat për ju, por edhe për motrën tuaj. Faleminderit shumë.